Денес храната представува моќна алатка и за комуникација, да се раскаже приказната за храната и да стигне до повеќе потенцијални конзументи, потенцијални гости во локалните ресторани, да се раскаже за незиниот идентитет, незиното потекло, незината врска со локалната територија и локалните производители. Храната представува моќен инструмент во креирање на една уникатна туристичка понуда, во презентирање на нашиот идентитет и културни вредности кои што сме ги градили и сме ги почитувале со векови. Ushqimi në vetvete për mua është një identitet. Pra njerëzit nëpërmjet ushqimit tregojnë kush janë, tregojnë nga vinë, tregojnë pasurinë që kanë të tyre, si ekonomike si dhe shpirtërore. Алијансата на готвачи на Slow Food во Албанија е еден можно и успешен проект на нашата организација во регионот во последниве години, каде што 21 готвач и нивните ресторани се вмрежени и ја споделуваат и ја применуваат во секојдневната работа филозофијата на Slow Food на практично ниво. Pika e parë do të jesh krenar për origjinat tuaja, mos të vihet turp për origjinat tuaja. Do t'i pranosh kush je. Pika e dytë është duhet të njohësh 100% territorin tënd dhe mos të ndalesh kurrë duke kërkuar elemente të traditës edhe prodhues të vegjël në zonën ku ti jeton, sepse sa më afër tehet, aq më shumë bëhet fisnike puna, duke kërkuar maksimalisht ato çfarë prodhon zona, edhe për ditë me futi element të ri për të shkuar drejt tradicionales. Готвачот Алтим Збрега е навистина клучно освесен за тоа што таа мисија која што ја работи својот ресторан ја шири, значи и на тој начин ќе освестува луѓето околу себе за значењето на локалната храна. И тоа градење на почит, гордост кон својот национален идентитет, национална храна е клучно во затоа што прво ние самите треба да веруваме во она што го имаме, да го почитуваме и на вистински начин да го презентираме како вистинска вредност кон нашите гости, кон нашите туристи. Restoranti vetvete nuk është një model i qëndrueshëm. Restoranti mbetet restorant. Por restorantet kanë një mision që munden me eduku njerëzit që të sillen kështu në përshpia. Problemi nuk është të shkosh në restorant edhe të hash diçka lokale, pastaj kur shkosh në shtëpi në janar të konsumosh domate, sallat me domate. Koncepti është që këto restorantet të jenë një frymëzim që njerëzit të ndryshojnë stilin e jetesës në Ballkan, edhe në përshpia, duke kërkuar djathin e fermeve lokale aty ku jetojnë ato. Jo ta marr duke unë, duke kërkuar domatet, duke kërkuar perimet që sipas stinës edhe duke ndihmuar ekonominë lokale sipas sezonit. Duke konsideru mikpritjen që në Ballkan është shumë e fuqishme, duke i shtu dhe produktin e territorit, duke rritë respektin për produktin e territorit, ne do të arrijmë në një nivel që do të kemi një identitet shumë të fuqishëm, i cili do të na mbuloj, do të na mbroj dhe do të na çojë përpara. Ne, sikundër dhe ju e dini shumë mirë, ne kemi shprehjen siç unë kam vrejtë edhe në Maqedoni, ku kemi bukën edhe krypën. Pra simbolika e bukës edhe krypës janë dy element të themi të një varfërie. Por ne në Shqipëni kemi dhe elementin e tretë që na e thonë dhe na edukojnë që nga origjina, që është edhe zemra. Pra kemi bukën, krypën edhe zemrën. Simbolika e zemrës është bujaria. Është mikpritja që këto dy elementet e parë ndoshta të varfër, duke i futur edhe zemrën, bëhet diçka shumë e lartë. Bëhet diçka që i kalon nivelin e një bujarie të thjeshtë, pra ne fusim shpirtin. Në momentin që futet shpirti, mikpritja merr një nivel shumë të lartë. Тие се пример за сите нас кои треба да го следиме и како знаење и искуства да го споделиме и да го примениме во нашите земји. И затоа сметам дека мора да работиме на паралелно на издигнување на значењето и вредностите на нашата национална храна, да работиме на заштита на одредени локални производи кои што се автентични и автохтони за Република Македонија и на вистински начин да го презентираме тоа што го имаме.